Zakonisht fëmijët rriten duke pas një idol tyne në muzikë për me mri rrugtimin e tyne. Kush është idoli i Isrës që kur të rritet do të bëjë muzikën e tij saj? Më shumë kam qef Adele. Adele të pëlqen? Edhe mund të këndoj një këngë. Patjetër që dojmë me ngu Adele, kështu që s'kena për ty. I set fire to the rain, wash it pour as I touch your face. Well, it burned while I cried, 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. When it felt something died, 'cause I knew there was the last time, the last time. Sa mirë, bravo, bravo Isra. Unë kam pas mundësinë me shku në një koncert e Adelës edhe unë shkënaqësi me ngu live, po nëse më shel syt nuk dallon shumë me zonin, kështu që bravo. Po përveç Adele, më thatë që kur ishim brapa kamerave, më thatë që Vashezela është një prej këngëtarëve tua, kështu që e adhuron edhe e ndëgjon muzikën e saj edhe që goxha e këndon. Cilët këngët ose çka është më e veçantë që e kishe nda me neve të Vaqës? Mundem të këndoj një këngë, Rrisim jetën tonë. Po? Rjedhi në mëngjese, rjedhi si ujvara, ja kështu mes njerëzve, jeta jon hedh hapa. Hy dhe unë me styre, shtoj një fjalë, një këngë, është kjo këngë e jetës, për ty Shqipëri, mojna. Më merë në krahët e tua, si që merë fëmija nana, që balin ta ma puthi, dhe djeli dhe hëna. Unë man nga drita jote, ti men nga zemra ime, dhe dorë për dorë e rendim, e shtrinta jeta ime. Bravo Isra, për një me është shumë kënaqësi me të pas në studio, sidomos një vajzë 13 vjeçare që këndon këngë të Adele, që këndon këngë të Vaqezelës, është bravo për ty, po bravo më të madhe për prindërit që kanë fuqizu, kanë përkrah dhe janë me ty në çdo hap tëndin. Dhe edhe unë i thash para se të fillonim dashurmit që emocioni më i madh që përjetohet kur xhirohet pjesa e magjikeve të vegjël janë skena e prindërve që janë atje të buzëqeshur me lot në sy, që i shohin shumë krenar fëmijët e tyre. Kështu që bravo që po i bën ata krenare që po ja plotson vetë dëshirat. Faleminderit.